Uroj të jeni mirë dhe uroj që të keni patur sado pak hapësirë brenda vetes që të dëgjoni rreth njohjes së vetes dhe të praktikuarit të qenurit sa më shumë brenda vetes. Sot do të flas për ndryshimin mes të ndalurit, të bërit, të vëmendshëm brenda vetes dhe të vazhduarit në mënyrë të pandashme në aktivitetet tona brenda vetes. Por çfarë është, cili është ndryshimi i këtyre dy proceseve në një proces? Ne, si fillim, të ndalosh brenda vetes për pak qaste, apo qoftë edhe duke bërë analizë rreth gjërave që nuk na shkojnë, gjërave që na ndodhen, situatave që na ndodhen. Kjo është pak a shumë të ndalosh duke u përpjekur të vetë kuptojmë rreth një situate, rreth problematike, se si na ndodhi, pse na ndodhi, duke u munduar për të sjellë sa më shumë ose patur ose kërkuar ndoshta shkakun që na solli në këtë problematikë. Pra kjo është të ndalesh her pas here brenda vetes